Kompania Alp Telekom dhe Eagle Mobile kanë parashikuar një sër ofertash speciale për klientët. Në një intervistë për një report, drejtori i përgjithshëm Dr. Erkan Tabak fillimisht sqaron se gjatë këtij 6 mujori, kompania ka arritur që të shtojë të ardhurat. Një tjetër risi ishte edhe futja e teknologjisë IPTV, që është pritur me shumë entuziazëm nga publiku shqiptar dhe veçanërisht nga ai në Korçë. Për verën Dr. Tabak thotë se priten surpriza dhe oferta për klientët e Eagle Mobile dhe Alp Telekom, duke filluar me shorteun për një makinë Porsche dhe një apartament. Tashmë asnjë shqiptar nuk ka nevojë të presë thirrje nga familjarët e tyre që jetojnë jashtë kufive, por ata mund të telefonojnë lehtësisht dhe shumë lirë të afërmit dhe miqtë e tyre në Itali apo Greqi me këto paketa tarifore. Ky është një tjetër aspekt i replikuar nga konkurenca, por që i shërben të gjithë përdoruesve shqiptar. Kjo na ndihmoi në rritjen e bazës së abonentëve që sigurisht rezultoi edhe me rritjen e të ardhurave. Tashmë kemi lançuar një fushatë që tashmë është kthyer thuajse në traditë, fushata e Porshit. Ne do t'japim një tjetër Porsche për abonentët tanë, të cilët mendojnë se meritojnë vlerësim. Tashmë na është kthyer në traditë që çdo verë të ofrojmë një Porsche dhuratë, por kemi edhe një apartament shumë të këndshëm në zemër të qytetit, jo në periferi të saj. Dr. Erkan gjatë intervistës për një report ndalet edhe te përdorimi i internetit, duke thënë se kompania ka dyfishuar numrin e zonave 3G.